nga Dilek Imamoglu. Kur burri im Ekrem Imamoglu arrestua në orët e para të 19 marsit, miliona njerëz në gjithë Turqinë u ndjen pikërisht si unë, jo vetëm pikëllim, por pati një ndjenjë të fortë padrejtësie dhe zemrimi në rritje. Në sundimin e qeverisë aktuale, që përfshin më shumë se 2 dekada, shumë turq janë detyruar të përballen me këto ndjenja, ndërsa vendi i tyre zhytet më thellë në autoritarizëm. E kisha ndjer prej ditësh se diçka po vinte. Ekrem, njeriu që çliroi Stambollin nga kontrolli i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim AKP të Recep Tayyip Erdogan në zgjedhjet lokale në mars të vitit 2019 e që e ka mundur atë 2 herë që atëherë është përballur prej kohësh me një përpjekje të pamëshirshme për ta larguar atë nga jeta publike, por në muajt e fundit sulmet janë bërë më të egra. Si gruaja e tij dhe shoqëruese në luftën për drejtësi, unë kam qëndruar e palëkundur pranë Ekremit në çdo fushat shpifjeje, çdo rast të sajuar dhe çdo tentativë të vrasht për vrasjen e personazheve. Arrestimi i tij erdhi disa ditë përpara se ai zgjidhej si kandidati i opozitës kryesore, Partia Popullore Republikane, për garën e ardhshme presidenciale. Tani, Ekremi, kryebashkiaku i Stambollit dhe ekipi i tij, të cilët kanë sfiduar një sistem të padrejtë, të pabarabartë dhe të paligjshëm, përballen me akuza të pabaza. Akuzat kundër tij do të ishin përqeshur nëse qëllimi i tyre nuk do të ishte kaq i rëndë. Një diplomë universitare e fituar 31 vite më parë u shpall papritur e pavlefshme, me synimin për ta skualifikuar nga qenit kandidat për president. Arrestimi dhe pezullimi i Ekremit nga detyra kishin për qëllim friksimin e tij dhe publikut. Në vend të kësaj, ata kanë galvanizuar njerëzit në të gjithë Turqinë, në të gjithë krajinat, pavarësisht nga mosha, prejardhja apo gjinia. Miliona e shohin këtë moment si një pikë kthese për demokracinë e vendit. Rasti i Ekremit tani qëndron si një simbol i diçkaje më të madhe, shembja e shtetit ligjor, zvoglimi i hapësirës për lirinë e shprehjes dhe përçarja në rritje midis atyre që sundojnë dhe atyre që ndjejnë se votat e tyre janë të pavlefshme. Turqia sot përballet me kriza konvergjente në sferën ekonomike, politike dhe institucionale. Inflacioni ka gryer paga duke çuar miliona njerëz në varfëri. Sistemi arsimor është rrënuar, shumë nga më të mirët dhe më të ndriturit tanë po largohen nga vendi, por në këtë klim të zymt ka ende shpresë. CP, e themeluar nga Mustafa Kemal Atatürk, doli nga zgjedhjet lokale të vitit 2024 si partia kryesore e vendit. Mesazhi i votuesve ishte mjaft. Ekrem është bërë një simbol i ndryshimit për cilin Turqia ka shumë nevojë dhe ai konsiderohet gjerësisht si motori i saj, qoftë pas një tavoline apo pas hekurave. Ai nuk është vetëm. Në zgjedhjet e hapura të CHP-s, më shumë se 15 milion njerëz e mbështetën atë si kandidat presidencial të partisë. Ai përfaqëson miliona qytetarë që duan të qeverisën në mënyrë të drejtë dhe që ende besojnë në premisën themeluese të Republikës sonë, se sovraniteti i takon pa kushte popullit. Ky vullnet nuk është thyer, pavarësisht ndalimeve, arrestimeve dhe kërcënimeve. Unë si gruaja e tij dhe si qytetare nuk do dorëzohem. Unë e marr forcën dhe guximin tim nga gratë në mban Turqisë, nënat, profesionistët, studentët, të rinjt, punëtorët që janë treguar këmbgulës. Unë besoj në vendin që mund ta rindërtojmë, të bazuar jo në frikë, por në demokraci, shtet ligjor, barazi dhe bashkëtesë. Rruga përpara është e vështirë si për vendin tim, ashtu edhe për familjen time. Megjithatë, ata që besojnë se burgimi i individëve do të heshtin i det, gabohen. Drejtësia nuk mund të dalë jashtë ligjit, ndërgjegjja nuk mund të ndalohet. Ky vend ka kaluar periudhat e errta dhe do të dalë edhe nga kjo, me vullnetin e tij demokratik të paprekur. Ne u detyrojmë këtë jo vetëm themeluesve të Republikës, por edhe njerëzve të gjitha moshave dhe shtresave të jetës që kanë dalë në rrugë për të demonstruar dëshirën e tyre për një të ardhme më të mirë.